Ju përshëndes xhamati jemi dashur me përshëndetjen islame, me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, begatit, mirësitë e Zotit Dhul Xhelal qofshin mbi ju inshallah. Fillimisht lutim Allahun e Madh, Zotin e Arshit të Madh, këto momente në këtë ditë të madhe të ditës së Xumas, këto momente ku pranohen lutjet e besimtarëve, lutim Allahun Dhul Xhelal kusuret tona, gabimet tona, gjunahat tona, afe dhe magfiret në ban ja Rabbel Alamin. Sa ka njerëz që huajnë në spitale, janë të sëmur, Zotit i shëron inshallah. Sa ka njerëz të cilët kanë probleme familjare, kanë ngushtesë të jetës në aspektin ekonomik, janë në borxh, janë në telashe, janë në sfida, Allahu nga ata të shpëton inshallah. Sa ka njerëz që janë të idhëruar, Allahu me vetë t'i pajton inshallah, xhennetul firdausi nasib gjithë inshallah. Të nderuar vëllezër, jetojmë në një jetë, jetojmë në një zaman, jetojmë në një kohë ku në të cilën muslimani, ashtu si e përshkruajti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-qabidu ala dinihi ka qabidin ala jamra. Tha, një njeri i cili do të ruhet nga gjunahet, do të ruhet nga punë të këqija, do të ruajë veten dhe familjen e vet nga sendet që i dhurojnë Allahun Dhul Xhelal. Mundohet ta kënaqë Zotin e vet, mundohet të jetë i ndershëm, mundohet të jetë besnik, mundohet të jetë i kujdesshëm ndaj hakit të huaj, jeton jetën, por jeton sikur me majt zarm në dorë. Sikur me vënë grushtin e vetë prush, ai prushin amon e man dorë së në masa jo djek, e ranë, dhe është bon jeta për plot me gjunahe, prej momenti që i qenë sit njeri, edhe starton jetën e vetë, e qenë telefonin, mos për e thirë dikush, mos i ka shkry dikush, i dalin haramet, del prej shtijës derës, i dalin haramet, del në treg, i dalin haramet para vetës, del në punë, ballafaqohet me shumë sfida dhe telashe, vepra që i dhurojnë Allahun te bareke ve teala, dhe në realitet ato shkruan si gjunahe për njerin që i ban. Ndoshta i ban me sinin e vet, ndoshta i ban me veshin e vet, ndoshta me dorën e vet, ndoshta me gjunahen e vet, derisa vjen në një pozicion e pyet hoxhën, e pyet dietarin, e pyet shkencëtarin, edhe i thot o hoxh, me këto gjunahet të cilët i bojmë vazhdimisht, që nuk nalën janë pjesë e jetës tonë, a thu val ka mundësi, a thu val ekziston mënyrë, a thu val është në i rrugë që pa u lodhë vetën, pa e ngarku vetën që të mundet të pastrohet dhe të lahet nga këto gjunahet. Allahu Gjelle Gjelalu dha kull, o Muhammed, thuaj robëve të mi, kulli ibadi, thuaj robëve të mi, njerëzve, drejtohu ative në emën tim, dhe thuaj ative alladhina asrafu, të cilët vazhdun me jetën e vetë me gjunahet, ala anfusihim dhe i banën me vetës pa drejtësi, la taqnatu min rahmatillah, mos hupni shpresë nga mëshira Allahu Dhul Xhelal, mos hupni shpresë nga Allah. Në qofë se o vllau jem i dashur, o i ri, në qofë se shejtani ka pru në atë pozicion edhe të ka shti me bo një prej gjunave që janë regjistru në regjistrin tanë, dhe është bo një pike zezë në zemrën tante, mos u dorzo, mos u mërzit, mos u piklo, mos u banë vektim e kurdhëve të shejtanit, ta hupi shpresën të Allahu Dhul Xhelal, por ndëgjoj këtë ajet se kjo ajet kem shumë shpresë. Thot, la taqnatu min rahmatillah, mos hupni shpresë nga rahmeti Allahut, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allahu është Zot i cili i fal krejt gjunat. Subhanallah, është bo një zaman shumë i keq, shumë o vështir i rivi sot të shpëtoje pa gjunat. Na pa e shojmë se në të shku shumë të ri për në ahiret, nga pa kujdesja me motor, nga pa kujdesja me vetur,
nga pa kujdesja për temperaturat e larta, nga pa kujdesja për atë me çka ushqehet, nga pa kujdesja kur rri, nga pa kujdesja të shumta, kur ta shohsh ka marrë sulm ka vdek. Kur ta shohsh, i kam shu sulmin krije apo në zemër, apo është ballafaqu me një smuje, me një sfidë prej sfidave të jetës dhe ka shku për në ahiret, po thojmë shkoj i ri, po thojmë për gjuna, e gjegi nanën, e gjegi babën, ju gjek shpirti prindërve se shkoj shumë i ri. Dhe kur ta shosh biografien e vetë, e shese ka shku mas asaj udhe, ka shku mas kësaj udhe, kur ka ardhera ka pos qef shkoje në deti, a gjithë culakot me ato që janë lakurish, ka pos qef me këci ndarësën me ato që këcejnë, ka pos qef shkoje të luje, ka pos qef, gjunahet, ai i ka bo, nuk i ka logarit, dërsa me laqet i kanë shenu. Po kësi rast e njëri i cili ban gjunahet, po si të pastrohet, si të laje dhe të shpërlaje zemrën dhe shpirtin e vetë, Allahu tha, la taqnatu min rahmetillah, mos u mërzitni, por kjo nuk do me thonë që me adhon drejtën dikuj me bo gjunahet. O vëllezër, gjunahet janë shumë të këqija, gjunahi e be gjunahin, gjunahi le gjurma dhe pasoja. Sa ma shumë që t'i ruash Allahut azza wa jall, Allahu ka me trujt tije. Sa ma shumë t'i kesh frikë Allahut, Allahu do t'jetë me tije. Për qatë Allahu thot, ittaqullaha mastata'tum. Keni frikë Allahut sa t'keni mundësi. Keni frikë Allahut, o i ri, o ti i cili i e në periudhën e moshës të jetës tonë kohore, që ju tu kanë servu këtë gjunahet. Ki frikë Allahut, ruju nga harami të ruja Allahu nga të këqijat, ruju nga harami mos të denoj Allahu, mos hub shpresa, ktheu te Allahu dhul xhelal, sepse në dinin e Allahut te bareke ve taala ekzistojnë disa sejde që ato në automatizëm kanë me të latije. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një rast ju drejtu sahabeve tha, ela edullukum, o ju të pranishëm, a keni mëre qef me ju të regu për një sen, ala ma jemhu Allahu bihi l'khataja, për disa vepra, në qovë se i bajni Allahu ka me jau fshi, ka me jau la, ka me jau pastru gabimet dhe gjunahet që i kini bo. Por nuk jetë me që kaq. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa yarfa'u bihi darajat, edhe ka me ju ngrit juve darajat, ka me ju ngrit shkallë dhe grada të Allahu dhul xhelal. Të rritë sahabet, qëri, kur themi sahabet, njerëzit këtë minjere imaginojnë sahabet burat mëdoj 50 vet, 60 vet, kur ta marrësh biografie me sahabeve, kimi pa, pim 15 vet, deri 25 vet, janë pjesa e dërmuse e sahabeve. Pjesa e dërmuse e sahabeve, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në përmet këtive burave të mirë e shpërndajti misionin e Allahu dhul xhelal, këtë janë të ri, o ju të ri, mos mendoni se Sa'd ibn Muadhi, i cili për vdekjen e tij u drit arshi i Zotit, i kishte 60 vjet. Jo, i kishte 25 vjet. Subhanallah, 25 vjet e dridh arshin e Zotit dhul xhelal, dridhet arshi i Zotit për vdekjen e tij. Mos mendo se Abdullah ibn Abbasi, kur ishte komentatori i madh i Kur'anit Kerimit, se ishte sa i vjetër. Jo, ai ishte 16 vjeçar. Mos mendo se Abdullah ibn Omeri i kishte 70 vjet. Jo, ai kishte 18 vjet nga mosha e tij. Ebu Hurere e tjerë prej sahabeve shumë, pjesa dërmuse këtë ishin të ri. Hazreti Alia e dridhi dunjajën, kur ai u po khalife edhe ishte i ri. Për qatë feja tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ala inni qad nusirtu bish-shabab, tha unë me të vërtet Allahu më kanë ndihmu me të ri. I ri mi ban punë, për qatë tha ibadeti ati që jo në mosh, është sikur një qeri, një lampë e vogël. Dërsa ibadeti i këti trimi ta është sikur dielli, dritën e ka shumë të madhe. Për qatë trimi i servohen gjunahet shumë ma shumë se sa ati që jo në mosh. A i rimi mund të boj e kretë, por në qovë se e runë vetën nga marihuana, e runë vetën nga ekstaza, e runë vetën nga hapat që janë narkotik, e runë vetën nga alkoholi, e runë vetën nga bigjosi,
sport s'ka, kamata, e thashe komari, hajo kjo, e runë vetëm nga namuzi, nga morali ketë, lumë për atë. Allahu e strehon nërhije të arshit, kur s'ka që të rhije. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, do t'ja u shlin Allahu, do t'ja u pastron, do t'ja u lan Allahu, veprat e këqija, gjunohët do t'ja u falë dhe do t'ju ngritet e Allahu. Njeriu nuk ngritet te Allahu jashtë se me veprën që e ban sinqert për Allahun te bareke ve teala. Qalu bela. Sahabët të rit, minëherë që në vesht. Nuk ishin sigur sot, hoxha fol, profesori fol, mësuesi fol, edukatori fol, shkencëtari fol, ato bëjnë muhabet, luajnë telefon. Jo, ato ishin që dishin ta mësojnë të drejtën nga pa e drejta. Të drejtën nga e shtremta, të bardhën nga e zeza, qëllumën nga jo e qëllumja, e pranumja nga e refuzumja. I qelën veshtan poja Rasulallah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, isbagul wudu'i ala al-makani. Tha të mash abdes, mirë të mash abdes, kur nuk ta do të mash. Është toft, është dzet, është sabah, është akşam. Shejtani nuk dëpsohet, aq sa mund dëpsohet kur njeriu merr abdes. Subhanallah. A do të fitosh shejtanin ta? A do të fitosh egon ta? A do të fitosh karakterin e gabum? A do të fitosh atë energjien e keqe që i kin trup merr abdes? Sa abdesi, ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një njeri që ka merr abdes. Tha në momentin që ka i lanë dur, kejt gjunohat që i ka bo me dur të veta binë me pikat e ujtit. Dikush me ndonë, të marr abdes. Tradita e Rasulullahit alayhi salatu sallam, kur asë një herë s'ka dalë për shpije për abdes. Dikush kur merr abdes, në isha me një vene dhe të është ta marrë një abdes, o zotë, ka vakë për namaz. Subhanallah, a veç për namaz mirë të abdesja. Në qofë se tënë me trujt Allahu, me t'i dërgu me laqet edhe me trujt për udhe, kur t'i gran makinës, kur t'i shkon trek, kur t'i shkon shkop, kur t'i shkon pun, kur ban biznis, mos të t'vere fesati, mos të t'vere fitnja, mos të t'roke e keqja, ri me abdes. Ri me abdes, se abdesi ko me trujt. Se Allahu qonë special me lek, ati që merr abdes i silën rrët e mret të arrujnë pit keqës. A i kipatin e kipan një abdes, hop të e vesh papuqën, tura u kape. Po qëka ka mundë se mu kap? Me laqet e kapi për dore e qenë ati këtut mu kap. Me laqet e rujnë që mos bere me meftir po karon me kra. E rujnë me laqet robin Allahu gjëlle gjëlelu. E rujnë me laqet robin e sinqert të Allahu të bareke ve teala. Ri me abdes. Se abdesi qdo pik për dorës që ka i kipo gjënohet pinë me pikat e ujtit. Me kër e shpërlan gojën, kër e qëtë atë ujtin, krejt që ka ki folë keqë, në qëmë se si ki i dikuj në ndërhak, pasërohet goja jote dhe të gjënat fshijem, momentin që ka e pasëron gojën. Kështu bëhet edhe me hunën, edhe me ftyrën, edhe me kratë, edhe me veshtë, edhe me kryën, edhe me kohë, me krejtë. Gjyrtyrat të cilët kanë të bajnë me abdes. Kjo së është veç që kaqë. Ditën e kiametit, kur dalin krejtë në rusullin mahsher, në atë fushën e rinjalljes për Allahu të bareke ve teala, sahabët e pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i thanë ja Resulallah, kur dalmi para Allahut, çdo pejgamber ashtu si na ki mësuar ti ka më shku me umetin e vet. Ti, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si kemi dalluar umetin tan, neve na njerëzit, tash na jena me ti, na ki pa, kemi net, kemi bisedu, jemi afru, po si kemi njoft ato që kanë armas teje, masin që ndrejshit ti. Kush e di? Kush e di? Volnit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mojnë i men gjëmon, tha, kam me i dalu me shenjat e abdesit. Subhanallah. Me shenjat e abdesit, Resulullah i dheke që ki ka nëjnë me tjerë, bërë në qënë. Një loj uniformë. Vaj për ata të cilët e kanë shumë zërë me marë abdes. Ti i thuaj, hajde me ta falë një namaz, thëtë s'kam abdes. Po anë edhe mërë abdesit, s'kushton për qëmë, s'jam thëtë për namaz, shka ki? A jetë që në gjënon? Jo. A i ki të eshat pa pastër? Thëtë jo, të mesin. Në shka ki? I ka hi pa i loqë ka këtë.
Ja ka vënë dizginat sapa. E na e krej. Ka do e që. Pse i duket shumë zor me marr abdes edhe nuk di namaz. Namazi është shtillë e fesë, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë nuk ka namaz ai i cili nuk ka abdes. Abdesi është shumë punë e madhe. E para, ti pastron gjunash që i bën. E dyta, kathratul khuta ila al-masajid. Tha hapat e shumta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për në xhami. Dikush Allahu e ka nderuar të jetë kojshi me xhamien, e ka afër xhamien, është shumë punë e mirë. Ndërsa sahabët që kanë bën, kur e kanë një që këtë hadith të pejgamberit alayhis salam, e kanë shit shtëpinë. Pite xhamia e kanë shit, kanë shkuar e kanë marrë shtëpinë e fundit më hap. Lagje atë fund. I kanë thënë shkaj të bëmore, ka thonë sa më larg, sa më seba. Pse kur të vinë në namaz, sahaba ka me i hec, për çdo hap Allah i një gjuna ja fal. Ditin hap Allah i një sevap ja shkruan, tretin hap Allah i ngrit një deregje lartësi në xhennet, Allah i nasip ketë. Une një xhamatli e kina këtu, Allah i rujt, s'po ja kallzoj emrin për korekci të sinceritetit. Një ditë e pash të ardhune me kërë dhe ju nala, tit me kërë, hajde të ashtë të marë, ta bajnë se vapë. Ta o gjëtë ati e fitove se vapit ta unë du me hecë. Kur shohim që kësi loj xhamatli, kur shohim që kësi loj dashamir të fejës islame, aktivistat të dinit zotit, garus për në xhenet, atër e neve na shtohet energjia pozitive për me mund mire me thirë në mirë. Për atë arsye o vëllezër, duhet t'i shfrytëzojmë dhe t'i vlerësojmë sendet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka dhënë si parime. E treta o vëllezër, ta intidharu salati ba'da salat. Me falje namaz edhe me net me prit namazin tjetër. Subhanallah. Me falje namaz edhe me prit deri namazin tjetër. Shka bajka? Kejt që jo kohë, kejt që jo periud kohore, Allahu Gjelle Gjelaluhu e qeka një melek edhe ja shkruj ka dakika për dakika. Për çdo sekund prej dakikave, Allahu ja pastroj ka shpirtin dhe zemrën nga gjunahet. E katërta, falja e namazit, që nuk është në këtë hadith, por dietar mbas haditheve tjera, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë a e keni pa një njeri që e ka një rrek, një lum para shtëpie edhe lahet 5 herë në atë lum. Sigur na për shembull e kena tush, atëherë s'ka pas banjo, me mu tushirat 5 herë në ditë. Mu la, mu pastru 5 herë në ditë. Atë vetë një herë keqe, a ki dhe një dituri, jo. Për qatë, falja e kohrave të namazit i falë gjunahet që janë bon mes kohrave. Kush ka bon e gjuna mes sabajt edhe drekës, kur ta falje drekën, i falen atë gjunahet. E ka bon e mas dreke, i falen një qini. E ka bon e gjuna mas i qinie, falen në aksham. Po mos keq kuptove, mos tojë dikush të hoxha ja qeni derën dikujna me bo gjunahet. Jo, janë gjunahet të cilët bohen me pa dashje do. Tu hec, e ka shtu e kojshia, e ka dasmën, e ka shtu muzikën pa hesab, veç pse kalon për rreth ati, a i ka gjuna e pa hesab, po ti veç pse kalon edhe e ninat atë zhurmën e muzikës të që të gjuna. E si pasronë ato, të shku në gjami, të e falë namazin, të e prit namazin pas namazin. E pesta, me prezentu o vlezër ku ka nasihat, ku ka ligjerat, qofta jo fetare shkencore. Që për shemë të gjamia jonë, na kemi pas ligjerata për matematik. Me morë pjesë ati. Shpo në mënë si shkolli, në kur durua dhe në gjami me i durua. Po që ka që është botë kuptimi jo, që ka që mërvesh me e islam. Shdo kur ku ka hajt, ku botë me shlif, ku botë tubim, klas, mekte, shkoll, gjami, e kujdi unë e ku mledhën në për me gjlise, a përmendet një fjale mirë, a përmendet një udhëzim për të mirë, dije se ati zbresin me laqën. Dhe kur ndahën njerëzit, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu thot kumu, fakat gafartu lakum. Thot çuni prej atij vendit se unë jam kun fal kusuret juve. E gjashta,
të bëjsh dua për ndonjë prej muslimanëve. Qish më në hoqë, me mu falë mu kusuret, a mune të bëj dua për dika? Po. Thot pejgamberi a.s. në qofë se ti ngrejt durt, a mune ngrejt durt edhe bëj dua për Malikin. O Allah, falja Malikit të fik, o Allah, jepi shëndet, o Allah, ruje, o Allah, o Allah, o Allah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vjen një melek, edhe nalët mbi kokën e çikti personit që lutet për vllaun e vet, për shokin e vet, për kojshin e vet, për dashamirin e vet, thot o Allah, falja kusuret. Subhanallah, falja kusuret, po nuk ka të fejnë do me bo mirë, Allah i ta kthen me të mirë. Ti e ban një, Allah i t'jep 10, ti e ban 10, Allah i t'jep 700. Allah është ti, tha, la të fënëtu min rahmetillah, mos hupni shpresë për Allah. Andaj, shfrytëzoj e rastin kur ban dua, mos ban dua veç për veti, ban dua dhe për këshit, ban dua dhe për shok, ban dua dhe për dashamir, ban dua dhe lutje dhe për ata që i nje, edhe për ata që si nje. Këtë dëgju se dikush i ka pun të keq, ka borç, thoj o Allah falja, o Allah mundësoja që ta pastroje. E këtë dëgju se dikush është i smut, thoj o Allah shëroje. E këtë dëgju se ti ka në ka shtim burg pa fajshëm, thoj o Allah liroje. Ban dua vazhdimisht që nalët një melek mbi kokën tonde dhe të lutët për ti. Dhe shtata goditje, që kjo është shumë interesant, që na nuk dina ta vlerësojnë, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka do të thonë me goditje? Goditje një sprov, goditje një telashe, goditje një mbushtesë, goditje një pozicion në të cilën e një në vetën se nuk i e bashkë si duhet. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul mu'min, tha nuk e godet besimtarin një goditje, një sprov, min wasabin wala nasab, wala husnin, wala ghammin, wala adha. Nuk e godita një mërzi, nuk e godita një ngushtes, nuk nervozot për dishka, nuk shtrëngohet për dishka, nuk ngarkohet për dishka, hatë të shauketu ju shatë kuha. Tha edhe një therë, tu e esi një therë të koma, tu e largu një dek, tak thera ta e shpojka në dorë, illa keffer Allahu bihi khataja. Vetëm se Allahu dhako me a pastru gjëna. Atë plasi kuma, mos nisë me shakin shumë bandashën, ja po fshekte, thuj elhamdulillah. Atë me të dorësa e derës, tu e krejt tapë, thuj elhamdulillah. A o plasi një dritë, thuj elhamdulillah, mos shakë, mos ofendon, mos thuj kur qëtë muhe, Allahu dënë me t'i falë pësuret. Mos thuj kur të godet një e keqe pse muhe, po thuj Allahu deshti i kosh në falë sotit. Lusim Allahu Gjeleshanu e Gjelalu, Allahu kusuret tonat në i falë e jamë. Ne lusim Allahu Gjeleshanu këton zetësi të mëdhaja, edhe që kjo i falë kusuret. Edhe këto temperaturat e larta, kur ti i fshin njërës të tua dhe tu, shumë zetë, Allahu Gjelalu u t'i falë kusuret. Lusim Allahu Gjeleshanu këto temperaturat që na përgjasojnë temperaturës pak të gjenemit, Allahu kusuret në i falë e jamë. Ta boje të letë për ata që janë të sëmur, ta boje të letë për ata që janë të leqë, ta boje të letë për ata të cilët nuk kanë shpiklim, po ti cilë ki klim të shvija, falenderoj Allahu se ka dikosh nuk e di shka o klima, po ti cilë në keresh në klimën, falenderoj Allahu për të mira që ti kanon se ka plot që ecin kohë dhe më shonë dilin kokë. Pra ta si e lusim Allahu që në shanë të sëmurit të shërë, të burgosurit pa fajshëm t'i liron. Ata që të cilët janë në gurbet, në këto temperaturat të larta, fitojnë kafshatën e bukës Allahu me halal t'i fërnizon. Ne lusim Allahu Gjeleshanu u e Gjelalu, krejt që hartojnë, hiq nuk pushojnë, që ne me zullum të nabojnë, Allahu me zullumin e veti shkatrov, Gjennetul Firdausi nasip në i bof, e kullu ma tesma'una, wastakfirullaha li wa lakum, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.